إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen e nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar ozon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta ozon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të pa ortak dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë o ju që keni besuar, na thirr në emër të besimit, në emër të gjysmës të çmuar që kemi. O ju që keni besuar, o besimtar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman, të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Vëllezër ndashtën, para 25 vite, afërsisht, ishte dimër, borë, ftoft, atë botë dimrat ishin më të fortë, ishin më të ashpër. Dhe ne si fëmijë të lagjës, vinte një plak, hoxh, mjekër murm, pra ngjyrë hiri që kishte filluar të zbardhej, dhe na merrte me kombi, mënyrë që të na mësonte feje. E kishte zërin e trash, zë këmbues. Mirë po ishte i ngrohët. Përcjellte dashuri, përcjellte kujdes dhe dashamirësi. Të afronte, ta përkdelte kokën dhe të merrte me të mirë në mënyrë që me ta mësua shahadetin. Dhe prej Tij i përsërisnim fjalët mbase në atë kohë nuk e dinim se çfarë thonim. E mësuam shahadetin, ja mësuam kuptimin e shahadetit, e mësuam marrjen e abdesit, e mësuam Fatihan, Kul huwallahu ahad dhe sura të tjera në mënyrë që ta falim namazin. Dhe e mësuam namazin. Dhe ne të gjithë ishim fëmijë. Dikush 7 vjeç, 8, 9, 10, aty pari. E nxerrte fëmijën më të madh, e hypte mbi bank dhe na tregonte praktikisht se si duhet të jetë rukuja, se si duhet të ishte sejdja. Dhe kështu më radhë na mësoi namazin. Ai në dimër mbjelli. Pra mbjelli tokën me filiza. Me shpresën që do të vjen një ditë do të korr frytet e saj. Dhe do të vjen vera, korriku, kur do të korren të lashtat, të mbjella. Megjithse ai hoxh mbase nuk i ka pa të gjitha frytet e punës së tij. Dhe vdiq, ndra jetë, Allah pas mëshiruar. Mirë po në atë kohë nuk i shkon të ndërmend atine dhe jam i sigurt që nga mesi i atyre fëmijëve do të dalin adhurues të Allahut, që sot asaj dite falin namazin, që sot asaj dite e lusin Allahun, thirrës, bamirës që i japin në rrugë të Allahut, e mbështesin thirrjen e atij plaku mjekër murm që në fillimet e tij e kishte nisur thirrjen pa zhurmë, pa rrjete sociale, pa e boshëm të madhe, mirë po me këmbgulje, me sabër, nga se e dinte se Allahu i lartësuar është hafidh, është ruajtësi më i mirë, është el hafidh, ruajtës ploti, kujdestari më i mirë, që mundi nuk ta çondon. Dhe punën do ta gjesh tek Allahu i lartësuar. Dhe ai hoxh punonte në heshtje, mbase pak njerëz e dëgjojnë, mbase pak njerëz e njohin, nuk ishte i famshëm, mirë po në qoshën e tij ai kishte një shkollë që i mësonte fëmijët. Që të vjen një ditë që ne t'i korrim frytet tona, duhet të mbjellim. Duhet të mbjellim edhe nëse si shohim rezultate. Duhet të mbjellim edhe nëse vdesim duke mbjell.
Të mbjellim që një ditë këta fëmijë, të cilët i edukojmë dhe i mësojmë, ta adhurojnë Allahun e lartësuar. E këta fëmijë, ti mësojmë fëmijët e tyre, e të vjen një brez i artë që adhuron Allahun, të zgjuar, trima, të devotshëm, i edukojnë fëmijët e tyre, dhe vetëm me kështu na ka arritur edhe neve Islami në trojet tona. Dikush është dash mu lodh, dikush është dash me da nga pasuria për mi mbështet shkollat dhe mësionjetoret e para të Islamit. Qysh në shtëpinë e Arkamit, kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është mbledhur me sahabet të cilët ishin të vegjël, ishin të njohur, të gjithë njerëzit pushtetarët e asaj kohe i nënvlerësonin. Mirë po, ata u rritën me kalimin e kohës dhe u bën burra dhe e ngritën shtetin Islam. Dhe ai shtet Islam shtrihet nga lindja deri në perëndim. Vllazë ndashtën, ne duhet të mbjellim për një ditë që Allahu i lartësuar të mbjellat tona mi rujt, mi rrit, mi zhvillu dhe mi pa frytet në këtë botë dhe në botën tjetër. E Allahu i lartësuar është rujtësi më i mirë, është edukatori, është drejtuesi i çështjeve tona, është Rabbul Alamini. Kur e din që ki punë me një Zot që kujdeset për ty, madje edhe para se më lind, madje edhe kur të lind, gjatë jetës sa je në barkun e nënës, dhe pastaj veprat tuaja ti shënon dhe ti ruan, atëherë ti ndryshe adhuron Allahun e lartësuar. Je më vigjilent, je më i kujdesshëm, je më ambicioz dhe e din që çdo farë që e gjun nuk shkon hoç. Se Allah i lartësuar është vlerësuesi më i mirë, është shakir, është mirënjohës i më i mirë. Kur të gjitha krijesat ta kthejnë shpinën, Allah i lartësuar ta kthen shpinën. Nëse të gjithë të heqin dorë prej teje, të mjafton Allahu për mbështetës, të mjafton Allahu që me ta ditë. Mos e kërko mundin, mos e kërko falëndërimin nga njerëzit dhe nga krijesat, po kërkoje vetëm nga Allahu i lartësuar. Që një ditë të dalim faqe bardhë para Allahut të lartësuar dhe të korrim punën e duarve tona, duhet ta kemi parasysh që gjithë secili prej nesh jemi përgjegjës. Jemi barinj në familjet tona, në xhamatet tona, në kopet tona. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Gjithë secili prej jush është përgjegjës, është kujdestar, është barinj për kopen e tij. Dhe do të merret në llogari. Do të merret në llogari se a ka kryer rolin e tij dhe detyrën e tij si duhet. Që të dalim faqe bardhë para Allahut të lartësuar një ditë, duhet ta kemi parasysh se Allahu i lartësuar na thirr dhe na tërheq vërejtjen. Që të mbjellim dhe të kujdesemi për të mbjellat tona. Dhe ta lidhim shpresën me Allahun e lartësuar, që do ta korrim frutin e durve tona dhe punëve tona, nga se Allahu i lartësuar thot: "Men amila salihan fali nafsi", kush bën vepra të mira, le ta di se është ka bën për veten e tij. Dhe vllazën, bujku kur e përgatit tokën, qysh në dimër, qysh në vjesht, që ta mbjell në pranverë, e ta korr në korrek, në vjesht e ka shpresën tek Allahu i lartësuar që do ta korr të mbjellat e tij. Dhe gjithë secili prej nesh duhet ta mbushim zemrën tonë me shpresë që rezultatin e punëve tona, përpjekjeve tona, në edukimin e brezët e së ardhmes, do të gjejmë. Së shpejti, i shohim apo si shohim frytet, le ta lidhim shpresën për Allahun e lartësuar. Dhe në fund të fundit, ne jemi ata më nevojtarët që ta shpëtojmë veten tonë dhe familjet tonë nga zjarri. Allahu i lartësuar na thirr: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju besimtarë, "qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara". O ju besimtarë, shpëtoni vetët e juja dhe familjet e juja nga zjarri, lënd e të cilit djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Allahu i lartësuar po më na tregu që njerëzit duhet i marrin sebepet në edukimin e brezit të së ardhmes, pra të fëmijëve të tyre, të nipërve, të mbesave të tyre. Na tregon shembuj nga profetët, nga njerëzit më të mirë të zgjedhurit e Allahut të lartësuar, të cilët janë lutur për pasardhësit e tyre, qysh prej para se mi ardhë në jetën e kësaj bote. Ja shembulli i Zekerias, i cili e luti Allahun, hunalike da'a Zekaria rabbah. Në ato momente e luti Zekaria Zotin e tij. Qala rabbi habli min ladunka rahma. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Me jep pas ardhës të mbar, pas ardhës të devotshëm, innaka sami'ud du'a. Ti je
gjithë dëgjuesi i lutjeve, ti ai që ju përgjigjesh lutjeve. Pra Zakaria u lut përpas ardhes dhe u kujdes që ata të jenë të mbar, që adhurojnë Allahun e lartësuar, të jenë të devotshëm, qysh para se munis fetusin në barkun e nënës, pra të bashkëshortes e tij. Kështu pra është besimtari. E lut Allahun e lartësuar para se Allahu i lartësuar më jap fëmijë. Madje e lut Allahun para se më martu, që të jep bashkëshorte të devotshme, që është edukatore, që ja ka frikën Allahut, kujdeset për pasardhësit duke i eduku, që t'i bëjë robër të Allahut të lartësuar që adhurojnë vetëm atë. Pastaj e kemi shembullin e Ibrahimit, i cili ishte pejgamber, biti kishte pejgamber dhe megjithatë u kujdes që t'ja la testamentin dhe porosinë. Dhe ju tha: "Awassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya, inna Allaha astafa lakumud-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kur Ibrahimi alayhi salam dhe Jakubi i porositën bijtë të tyre. Dhe ju tha që Allahu i lartësuar jo ka përzgjedhur juve islamin si fe, ju ka nderuar Allahu i lartësuar me islam. Mos pranoni me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman. Po ashtu e kemi shembullin tjetër të Lukmanit, i cili e kishte këshilluar birin e tij dhe Allahu i lartësuar këshillën e tij e përjetësoi në Kur'an. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Kur i tha Lukmani birit të tij duke këshilluar: "O biri im, mos i bësh shirk Allahut të lartësuar, nga se shirku është zullumi më i madh." Po ashtu, madje edhe Nuhi, deri në momentet e fundit, Nuhi alayhis salam, i cili e ftoi popullin e tij për 950 vite, deri në momentet e fundit nuk heki dorë nga këshillimi ndaj birit të tij, djalit të tij. Dhe këshilloi nga shoqëria e keqe, që të mos shoqëroj me shoqëritë e keqe. Dhe i tha: "Ya bunay, irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin." O birim, hip me neve në anije dhe mos u shoqëro, mos u rreshto me jo besimtarët. Po ashtu e kemi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, më të dashurin ton, pejgamberin ton, i cili e këshillonte djalin e Axhës së tij, i cili ishte akoma fëmijë. Abdullah ibn Abbasin: "Ya gulam, o djalosh, o djal, inni uallimuka kalimat." Po ti mësoj disa fjalë, dëgjoj mirë. Ihfazillah yahfazuk. Ruaj Allahun, Allah të ruan ty. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, do ta kesh pranë. Idha sa'alta fas'alillah, nëse lyp prej Allahut. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Kur kërkon ndihmë prej Allahut të lartësuar. Po ashtu e kemi shembullin e sahabeve, të cilët ishin djelmosha të rinj. Thot Gjundub ibn Abdullah Bajaliu: "Ishim djelmosha, akoma nuk e kishim arritur moshën e pubertetit. Dhe shkonim tek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e mësonim imanin dhe pastaj e mësonim Kur'anin. E me leximin e Kur'anit e shtonim imanin. Pra së pari e mësonim njohjen e Allahut, çfarë kanë obligim ndaj Allahut, dhe emrat e Allahut, dhe cilësitë e Allahut, xhenetin e xhehenemin, pastaj e lexonin Kur'anin, e me leximin e Kur'anit e shtonin imanin." Një ditë për ditëve, Ameshit, njëri prej tabinëve, prej dietarëve të hadithit, po ju mësonte disa fëmijëve, djalmoshave të rinj, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pa një njeri dhe sikur ju do që është ka bën gjë të vogël, janë në çmij pune. I tha: "A hadithe këtyve në fëmijëve po ju mëson?" Ameshi ja ndërpreu dhe ja preu rrugën. I tha: "Uskut, hesht, mbyllë gojën, nga se këta djalmosha janë kataruin fen tënde. Këta djelmosha, kur të rritën, kanë më bë burra dhe kanë më pas familje. Dhe këta janë kataruin fen tënde." Po ashtu, Abdullah ibn Mubareku, dietarëve të mëdhej, kur i shihte fëmijët e dietarëve të hadithit, pasuesve të hadithit, dietarëve të hadithit, fëmijët e tyre kur i shihte të përlyer më nga gjyra, nga boja e shkrimit, i afronte dhe thoshte: "Këto janë filizat e kësaj feje. Këto janë filizat e njoma të kësaj feje, të cilët do të rriten, do të forcohen. Do t'ju forcohet kurrizi, e do t'ju forcohet shpatulla që ta bajnë përgjithësinë e kësaj feje." Dhe thot Abdullah ibn Mubareki: "Jemi njoftu, na është treguar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i lartësuar do ta ruaj këtë fe, duke përgatitur njerëz, filiza të njoma, që do ta forcojnë këtë fe. Sot ata të janë të vezlit e juaj, e nesër mbase do të jenë të mëdhejt, mas jush kur ju do të ndroni jetë." Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft, tregon: "Më së shumti fëmijët devijojnë dhe shturen
nga neglizhenca e baballarëve të tyre. Nga neglizhenca e baballarëve të tyre. E neglizhojnë mësimin e tyre. Dhe thojnë, hajtë se janë të fëmijë e i mësojnë kur të rriten. E kur të rriten, ka ik treni tash. Mo nuk të ngojnë. Ata e ngojnë shokin, e ngojnë shokun e lagjës, qoftë i mirë apo i keq. E nëse është i keq, kjo është fatkeqësi e madhe. Prej ti i marrin mësimet. Mo ty të shpërfillaj fëmijë, nga se ti e treguj neglizhencë kur ai ka qenë 7 vjeç. Je mashtru nga dunjaja, je de pasaj dhe e ki harru kapitalin më të çmuar që e ki pas. Fëmijët që ti marrësh për dorë, e ti shoqërosh në xhami, edhe kur strin, ti rrish afër, e të këmbgulësh, e ti joshësh me dhurata, e ti nxitësh që ta mësojnë shahadetin, faljen e namazit e adhurimin e Allahut të lartësuar. E kur ti tregohesh neglizhent, tregon Ibn Qayyimi, thotë më së shumti njerëzit, fëmijët ju devijojnë nga se prindrit kur është dasht më kujdes për ta, janë tregu neglizhent dhe të shkujdesshëm dhe të shpërfillshëm. Andaj vllazën, le të tregohemi vigjilent dhe t'i edukojmë brezat tona. Të jemi më të zëdshëm në edukimin e brezit të së ardhmes. Le të mbjellim sot që pastaj do të vjen një ditë kur këta fëmijë, të cilët janë buzë qumsht akoma nuk dinë se çfarë po thojnë e nuk i kuptojnë mbas fjalët e tuaja. Po le t'i mësojnë përmendsh, edhe nëse si kuptojnë, se do të vjen një ditë kur do t'i kuptojnë se çfarë janë ka përsërisit nga lutjet nga surat e Kuranit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falendojmë, salamat dhe salavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë këtë ditë ditën e gjykimit. Vllazë ndashëm, gjitha kjo hutbe dhe para hutbe ishte që t'ju njoftoj se tashmë janë hapur shkollat verore në qytetin tonë. Dhe xhamit i kanë hapur dyert për fëmijët e juaj, për vëllezërit e motrat e vegjël të cilët i keni në shtëpi. Dhe përgjithësia është mbi supët e juaja dhe mbi supët e nesh. Pa përjashtim, që ti marrim ata fëmijë, ti sjellim në xhami, në kurse kur ato janë të hapura, varësisht për orare që ju përshtaten, ti dërgoni, të këmbgulni, të bëni sabër, 1 muaj, 2 muaj, e ti përcjellni edhe gjatë tërë vitit, në mënyrë që të edukohen duke adhuruar Allahun e lartësuar. Nga se e dini, shpallja ka mbaruar. Këta fëmijë, nëse nuk i çoni në xhami, nuk kanë qysh me dal adhurues të Allahut të lartësuar. Nuk kanë qysh me mësu fejen nëse ju nuk i çoni. Wallahi keni amanet dhe keni përgjegjësi para Allahut të lartësuar. Këta fëmijë, nëse nuk i mësoni tani, do të vjen një ditë, në ditën e gjykimit do t'ju kapin për rrobat e juaja dhe të kanë më kërku, pse si keni mësuar? Pse si ju keni treguar xhenetin e xhehenemit? Përjetësinë në xhenet e përjetësinë në xhehenem. Pse si ju keni treguar për Allahun, për të dërguarin e tij, për fenë islame? Andaj mos tregohit neglizhent. Mbledhni energjinë dhe përgjegjësinë dhe rritni ambicet që t'i edukoni fëmijët në mënyrë që këta të jenë adhurues të Allahut të lartësuar, të bëhen kënaqësi për zemrat e juaja dhe të vazhdojnë veprat e juaja të vijnë edhe pas vdekjes së juaj. E dini hadithin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, 3 njerëzve, 3 kategorive të njerëzve nuk ju ndërpritën veprat e mira edhe mas vdekjes. Ndërta është edhe një fëmijë i devotshëm i cili lutet për prindin e tij. Lutet për prindin e tij. E nëse ti jam mëson namazin minimum brenda 17 rekateve. Pra 5 kohë të namazit obligative që janë 17 rekate dhe sunetet nafile nëse i fal, në fund të tehijatit lutet për prindit zakonisht. Rabbighfirli wa li walidayya. Me fal mua o Zot dhe prindit e mi. Ama mi thon ky fëmijë këtë lutje ti dush më mësu. Nuk vjen më mësu kërkosh më. Ti duhesh më mësu. Ti duhesh më qiu tek hoxha. Në mënyrë që ta marrësh shpërblimin, të cilën Allahu i lartësuar e ka përmendur si cilësi të besimtarëve, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. O Zot, na jep prehje, kënaqësi të syve, kënaqësi të zemrës e të shpirtit në bashkëshortet tona dhe në fëmijët tanë, tek pasardhësit tanë dhe na bëj prerës shëmbëltyr imamët e të devotshmeve. Allah i lartësuar e ka përmendur këtë si cilësi të besimtarëve për të cilët Allah i lartësuar e ka bërë shkak që mi udhon xhenetin. Jon lut që fëmijët të jenë besimtarë e nuk arrihet kënaqësia e syve për prindin derisa të besoj bashkëshortja e tij, të jetë namazlike e kujdesshme për kufit të Allahut të lartësuar dhe fëmijët e tij të jenë besimtarë që adhurojnë Allahun e lartësuar. Andaj që të arrish këtë lutje, që fëmia yt
të jetë prehje dhe kënaqësi për sytë tu dhe për zemrën tënde, duhesh të përpiqesh më shumë. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah na jep të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër na ruaj nga zjarri i xhenemit. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allah na jep pas ardhës të devotshëm dhe kënaqësi të syve dhe të zemrave tona në bashortët tona dhe në pasardhësit tonë dhe na bëj imam të devotshmëve. Elusim Allahun e lartësuar të na jap të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër dhe të na ruaj nga zjarri i xhenemit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.